Sot do të eksplorojmë një nga kapitujt më magjepsës dhe pak të njohur të historisë evropiane, rolin e erzave në jetën, mjekësinë dhe kulturën e Evropës mesjetare. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni një tavolinë të shtruar në një sallë guri të ftohtë, të ndriçuar nga drita e zbethë e qirinjve prej dhjami. Është viti 1350. Një peshk i zier vjen në tavolinë i mbuluar nga një shtresë e hollë pluhuri të zi. Aroma është e pashkëmbyeshme, piper i zi. Ajo grusht kokrash të bluara përshkoi më shumë se 10.000 kilometra nga pyjet tropikale të Indisë Jugore, duke kaluar nëpër duart e dhjetëra tregtarëve, duke kaluar oqeane, shkretëtira dhe male, duke u mbijetuar stuhive dhe taksave doganore të grumbulluara në çdo kufi të kaluar. Mbi atë pjatë të thjeshtë qëndron një substancë që vlen më shumë se sa shumë fshatar do të shohin në gjithë jetën e tyre. Kjo është historia e erzave në Evropën mesjetare. Nuk është vetëm një histori për shijen apo kulinarin. Është një histori për pushtetin, pasurinë, mjekësinë, besimet dhe se si disa kokra, lëvore dhe fara të sjella nga toka të largëta dhe misterioze transformuan mënyrën se si miliona njerëz hani, jetonin dhe kuptonin trupin e tyre. Është një histori që, në fund të fundit, ndihmoi në ridizajnimin e hartës së botës. Për të kuptuar vendin që erzat zinin në Evropën mesjetare, duhet fillimisht të kuptojmë shkallën e këtij obsesioni. Shifrat janë mbresëlënëse. Çdo vit, Evropa importonte afërsisht 1.000 ton piper të zi dhe 1.000 ton të tjerë xhenxhefil, karafil, arë moskat dhe kanell të kombinuara. Kostoja totale e këtyre importeve ishte e barabartë me vlerën e furnizimit vjetor me bukë për rreth 1,5 milion njerëz. Në një kohë kur një pjesë e madhe e popullsisë jetonte në kufit e mbijetesës, ku një korrje e keqe mund të nënkuptonte urinë për fshatra të tërë, sasia e pasurisë së investuar në erza zbulon diçka të thellë për vlerat dhe prioritetet e asaj shoqërie. Erzat nuk ishin thjesht një përbërës. Ishin një simbol statusi, një shënues social, një kufi i padukshëm midis atyre që mundeshin dhe atyre që nuk mundeshin. Abundanca e erzave në librat e recetave mesjetare që kanë mbijetuar deri më sot konfirmon këtë realitet. Këto dorëshkrime, të shkruara në latinisht, frëngjisht, anglisht dhe gjuhë të tjera, sjellin receta të destinuara pothuajse ekskluzivisht për fisnikërinë dhe klasat e pasura. Janë pjata të përpunuara që kërkojnë sasi bujare piperi, kanele, xhenxhefili, karafili dhe shafrani. Por ka një detaj që historianët shpesh e vënë në dukje, pavarësisht kësaj pranie të bollshme në regjistrat kulinar të elitës, nuk është e mundur të dihet me saktësi se sa e fortë ishte shija e këtyre erzave në pjatën përfundimtare. Dhe arsyeja për këtë është e thjeshtë, ndonse shpesh injorohet. Erzat që mbërrinin në kuzhinat evropiane kishin përshkuar distanca të mëdha, shpesh më shumë se 8, 9 apo edhe 10.000 kilometra. Ky udhëtim mund të zgjaste muaj, ndonjëherë më shumë se një vit. Gjatë gjithë kësaj kohe, erzat u ekspozoheshin nxehtësisë, lagështisë, manovrimit të vazhdueshëm dhe ruajtjes në kushte të pasigurta. Shumë prej tyre mbërrinin në Evropë tashmë në formë pluhuri, një formë që përshpejtonte edhe më shumë humbjen e fuqisë aromatike dhe shijes. Dhe kishte një problem tjetër, ndoshta edhe më të rëndë, falsifikimi. Ishte një praktikë e zakonshme mes tregtarëve përzierja e erzave me substanca më të lira për të rritur sasinë e shitur pa rritur koston. Pluhuri, mielli, lëvoret e bluara të produkteve të tjera dhe çdo lloj aditivi shtoheshin te erzat përgjatë zinxhirit të tyre tregtar. Kështu, kur piperi i zi apo kanela më në fund mbërrinte në tavolinën e një fisniku evropian, produkti mund të ishte konsiderueshëm më pak intensiv se sa ishte në origjinën e tij. Por edhe kështu, edhe me këtë degradim të pashmangshëm, erzat ruanin vlerën e tyre të jashtëzakonshme. Dhe për të kuptuar pse ndodhte kjo, është e nevojshme të shikojmë përtej kuzhinës dhe të hyjmë në një territor që, për njerëzit mesjetar, ishte i pandashëm nga ushqimi, mjekësia. Mjekësia evropiane gjatë mesjetës bazohej rrënjësisht në një teori të trashëguar nga antikiteti klasik, e formuluar fillimisht nga Hipokrati, i quajtur baba i mjekësisë, rreth shekullit të 5 para erës sonë, dhe më vonë e përpunuar dhe sistematizuar nga Galeni, mjeku ndikues romak i shekullit të 2. Kjo teori, e njohur si teoria e humoreve ose teoria humorale, do të dominonte mendimin mjekësor evropian për më shumë se 1500 vjet, duke formësuar thellësisht mënyrën se si njerëzit kuptonin shëndetin, sëmundjen, ushqimin dhe vetë trupin. Sipas kësaj teorie, trupi i njeriut përbëhej nga 4 lëngje themelore, të quajtura humore: gjaku, vreri i verdh, vreri i zi dhe flegma.
Secili prej këtyre humoreve kishte cilësi specifike. Gjaku ishte i nxehtë dhe i lagësht. Vreri i verdh, i nxehtë dhe i thatë. Vreri i zi, i ftohtë dhe i thatë. Dhe flegma, e ftohtë dhe e lagësht. Shëndeti varej nga ekuilibri midis këtyre 4 humoreve. Kur ishin në proporcionin e duhur, trupi funksiononte mirë. Kur njëri prej tyre mbizotëronte ose mungonte, shfaqej sëmundja. Çdo person zotëronte përbërjen e tij humorale, e cila përcaktonte jo vetëm shëndetin e tij fizik, por edhe temperamentin. Një person me tepritës gjaku ishte sanguin, i gëzuar dhe shoqërueshëm. Dikush me mbizotërim të vrerit të verdh ishte kolerik, i irritueshëm dhe ambicioz. Vreri i zi në tepritës prodhonte melankolikun, introspektiv dhe i trishtuar. Dhe teprica e flegmës gjeneronte flegmatikun, i qetë dhe apatik. Kjo teori nuk mbeti e kufizuar në botën greko-romake. Gjatë epokës së artë të Islamit, midis shekullit të 8 dhe të 13, mjekët arab dhe persian i rafinuan mësimet e Hipokratit dhe Galenit. Avicena, kanuni i mjekësisë i të cilit do të bëhej një nga tekstet mjekësore më ndikuese në histori, e përfshiu teorinë humorale në veprën e tij monumentale. Këto vepra u përkthyen në latinisht nga murgjit dhe studiuesit evropian duke filluar nga shekulli i 11, duke formuar bazën e kurrikulës së universiteteve mesjetare të Montpellier, Bolognes dhe Parisit. Teoria humorale u bë themeli i padiskutueshëm i praktikës mjekësore mesjetare evropiane. Dhe këtu erzat hynë në skenë në mënyrë vendimtare. Nëse shëndeti varej nga ekuilibri i humoreve dhe nëse ushqimet kishin cilësi humorale të tyre, atëherë zgjedhja e asaj që hahej nuk ishte çështje thjesht kënaqësie. Ishte një çështje mjekësore. Çdo ushqim klasifikohej nga mjekët sipas cilësive të tij, i nxehtë, i ftohtë, i lagësht apo i thatë. Mishi i gjedhit përgjithsisht konsiderohej i ftohtë dhe i thatë. Peshku, i ftohtë dhe i lagësht. Roli i kuzhinierit mesjetar, veçanërisht në shtëpitë fisnike, shkonte përtej përgatitjes së një pjate të shijshme. Ai ishte një ndihmës i mjekut, dikush që ndihmonte në mbajtjen e ekuilibrit humoral të atyre që hanin në tavolinë. Dhe erzat ishin mjetet e tij më të fuqishme. Shumica e erzave orientale klasifikoheshin nga mjekët mesjetar si të nxehta dhe të thata, gjë që i bënte ato kundërpeshën ideale për një dietë evropiane e cila, për shkak të klimës, praktikave bujqësore dhe zakoneve ushqimore të kohës, prirej të ishte e ftohtë dhe e lagësht. Peshqit, aq të bollshëm në dietën mesjetar për shkak të ditëve të shumta të agjërimit të imponuara nga Kisha Katolike, konsideroheshin të ftohtë dhe të lagësht. Kështu, shtimi i kanellës, e klasifikuar si e nxehtë dhe e thatë, në një pjatë peshku nuk ishte vetëm një çështje shijeje. Ishte një recetë mjekësore. Ishte një formë për të korrigjuar ekuilibrin humoral që konsumimi i atij ushqimi të ftohtë dhe të lagësht mund të shkaktonte në tru. Kjo logjik shtrihej në pothuajse të gjitha pjatat, dhe kjo është arsyeja pse librat e recetave mesjetare janë plot me erza, jo vetëm për shije, por për shëndet. Dhe kishte edhe një element tjetër që u jepte erzave një status pothuajse të shenjtë në mendjen mesjetare, besimi se ato zotëronin fuqi shëruese superiore ndaj përbërësve lokal. Kjo preferencë nuk ishte vetëm praktike, kishte në të një dimension pothuajse mistik. Në imagjinatën mesjetare, erzat vinin nga lindja e largët, një vend që shumë e lidhnin me parajsën toksore. Besoi se Edeni ndodhej diku në lindjen e largët dhe se lumejt që rridhnin prej tij bartnin bimët që rriteshin në atë tokë të bekuar. Erzat ishin, prandaj, fragmente të parajsës. Kjo aur mbinatyrore ndihmonte në justifikimin e çmimeve të tyre astronomike dhe në mbajtjen e kërkesës konstante. Tani, me këtë sfond të vendosur, është e mundur të shikojmë më nga afër erzat që efektivisht mbërrinin në tavolinat dhe farmacitë e Evropës mesjetare dhe të kuptojmë rolin unik që secila luante. Në atë botë, piperi i zi ishte mbretëresha e erzave mesjetare. Origjinar nga India jugore, ishte fruti i papjekur i bimës Piper nigrum. Piperi i zi ishte kokra e mbështjellë nga shtresa e saj e jashtme, e cila nxihej gjatë tharjes, i bardhi ishte kokra me këtë shtresë të hequr. Nga të gjitha erzat e importuara, piperi ishte më i konsumuari, duke u shfaqur në gjysmën e të gjitha recetave mesjetare të njohura. Në Anglinë e shekullit të 15, një paund kushtonte më shumë se 2 ditë rrogë të një artizani londinez. Rreth atij shekulli, artizanët dhe fshatarët më të pasur filluan të kishin akses në sasi të vogla, gjë që shkaktoi pakënaqësi te fisnikëria, e cila shite në këtë popularizim një zbeje të privilegjit të saj.
Mjekët e klasifikonin atë si jashtëzakonisht të nxehtë dhe të thatë, të dobishëm për të stimuluar oreksin, për të ndihmuar tretjen, për të tretur gazrat dhe për të hequr flegmën nga gjoksi. Kanela zinte një vend të veçantë rëndësie. Deri në shekullin e 18, cinamomi i vërtet rritej vetëm në ishullin e Ceylonit, Sri Lanka e sotme. Luante një rol të rëndësishëm në kulinarinë arabe, e cila ndikoi në gastronomisë evropiane përmes gadishullit iberik dhe kryqëzatave. Në Evropën mesjetare, përdorej si një lloj panaceje. Në kuzhinë, shtohej veçanërisht në salca dhe pjata peshku. Klasifikimi i saj si e nxehtë dhe e thatë e bënte atë plotësimin e përsosur për peshkun, të ftohtë dhe të lagësht. Tregtarët arab përhapnin histori fantastike për origjinën e saj. Një nga legjendat më të famshme pohonte se kanela mblidhej nga folet të zogjve mitik të quajtur Cinnamologus, të ndërtuara në shkëmbin të paritshëm të Arabisë. E vetmja mënyrë për ta marrë atë ishte të tërhiqje zogjt me copa të mëdha mishi, pesha e të cilëve bënte që folet të shembeshin. Karafili ishte një tjetër erës me vlerë të jashtëzakonshme. Deri në shekullin e 18, kultivohej ekskluzivisht në ishujt Ternate dhe Tidore, në Molukas, në brigjet e Guinesë së Re. Në Anglinë e shekullit të 16, punëtorët e portit të Londrës arritën të merrnin bonuse në karafil. Në kulinarinë mesjetare, shfaqej në përgatitjet e mishit, peshkut, ëmbëlsirave dhe bukëve me xhenxhefil. I klasifikuar si i nxehtë dhe i thatë, rekomandohej si tretës dhe freskues i frymëmarrjes. Xhenxhefili, i sjell nga India, ishte një nga erëzat më të gjithanshme. I përdorur si drogë dhe erës, shtohej në pjata peshku, pule dhe në bukën e famshme të xhenxhefilit, një nga ëmbëlsirat më emblematike të Evropës mesjetare. Mjekët e klasifikonin si jashtëzakonisht të nxehtë dhe mesatarisht të lagësht, gjë që e dallonte nga piperi. Ndërsa ky fundit e nxehte trupin në mënyrë të shpejtë, xhenxhefili e bënte këtë në mënyrë më të ngadaltë dhe graduale, ndonse ndante shumicën e vetive të tij mjekësore. Ara moskat dhe macis kanë një marrëdhënie unike. Macis është membrana e kuqe që mbështjell farën e arës moskat. Deri në mesin e shekullit të 19, të dyja gjendeshin ekskluzivisht në ishujt Banda, në jug të Molukas. Ara moskat hyri në përdorim të gjerë në Evropë nga shekulli i 12, duke u shtuar në pjata specifike si peshku i zier dhe buka e xhenxhefilit. Të klasifikuara si të nxehta dhe të dryta, konsideroheshin të dobishme për të freskuar frymëmarrjen dhe për të qetësuar stomakun. Vlera e arës moskat ishte aq e lartë sa çmimi i saj mund të rritej deri në 32.000% midis origjinës dhe tregjeve evropiane. Shafrani ishte atëherë, siç është edhe tani, erëza më e shtrenjtë në botë, rreth 70.000 lule prodhojnë vetëm gjysmë kilogrami. I prezantuar në Evropë në shekullin e 13, përdorej ekskluzivisht nga fisnikëria në përgatitje peshku, shpendësh, leguminozesh dhe brumërash. Mjekët e klasifikonin si të nxehtë dhe të thatë, duke i atribuar përfitime për zemrën, mëlçin, gjumin, tretjen dhe madje edhe nxitjen e lindjes. Në Anglinë e shekullit të 15, një paund kushtonte një muaj rrogë të një artizani. Kardamomi, origjinar nga India, mbërrinte në Evropë në bishtaja të vogla trekëndore me lëkurë të hollë, që përmbanin fara të zeza me shije të fortë dhe aromë intensivisht aromatike. Ndonse jo aq i pranishëm në librat e recetave mesjetare sa piperi apo kanela, kardamomi gjeti një vend veçanërisht mikpritës në vendet skandinave, ku filloi të përdorej gjerësisht në bukë, brumëra të ëmbël dhe pjata të kripura, një traditë kulinare që vazhdon deri në ditët e sotme në atë rajon. Koriandri, ndonse origjinar nga Mesdheu, u shfaq në Evropën veriore vetëm në shekullin e 14. Farat e tij jepnin një shije të nxehtë, si arë, lehtësisht pikante dhe me nota agrume. Në Gjermaninë mesjetare shtohej në pjata të ndryshme, ndërsa në Poloni përdorej në prodhimin e salsiçeve dhe në bukën e thekrës si alternativë ndaj qimnonit të egër. Kubeba, e njohur edhe si piperi i Javës, prodhohej në ishullin e Javës. Farat e saj, me bishta ende të ngjitur, thaheshin në diell dhe përdorshin në kulinarinë arabe mesjetare, veçanërisht në përzierje të nxehta erëzash. Përmes ndikimit arab, kubeba gjeti rrugën e saj drejt kulinarisë evropiane mesjetare dhe mjekësisë. Megjithatë, kur nuk arriti popularitetin e piperit të zi, duke mbetur si një erës e veçantë, më shumë e njohur mes farmacistëve sesa mes kuzhinierëve. Qimnoni, origjinar nga Azia jugperëndimore, përdorej në një shumëllojshmëri pjatash që nga antikiteti në Persi, Siri, Greqi dhe Rom.
Në kulinarinë mesjetare evropiane, shtohej për të dhënë një ndjesi toksore dhe mikpritëse, duke qenë veçanërisht i vlerësuar në potazhe, ato supa të trasha dhe ushqyese që përbënin bazën e ushqimit të përditshëm në shumë shtëpi. Galanga, e cila i ngjan vizualisht xhenxhefilit, zotëronte një shije që kombinonte karakteristikat e xhenxhefilit me ato të piperit, duke rezultuar në një mpretësi unike. Në të gjithë Evropën mesjetare, shtohej zakonisht në pjata të destinuara për fisnikërinë dhe klasat e pasura. Mjekët e klasifikonin si jashtëzakonisht të nxehtë dhe të thatë dhe e rekomandonin për të trajtuar stomakët e ftohtë, si ndihmës tretës dhe si freskues të frymëmarrjes. Kokrat e parajsës ishin fruti i një bime barishtore të ngjashme me një kallam. Pavarësisht natyrës së tyre të klasifikuar si të nxehta dhe të lagështa, këto kokra u bën jashtëzakonisht popullore në Francën e vonë mesjetare. Emri i tyre evokues, kokrat e parajsës, nuk ishte i rastësishëm. Ai bënte jehon atij besimi mesjetar se erzat më të çmuara e kishin origjinën në Eden, dhe ky emër sigurisht kontribuonte në magjepsjen që ato ushtronin. Piperi i gjatë, origjinar nga verilindja e Indis, ishte më i mprehtë se piperi i zi, si ai i zi ashtu edhe ai i bardhë. Emrin e merrte nga forma e zgjatur e kalliut të tij, i cili përmbante farat e vogla. Në Evropën mesjetare, luante një rol të rëndësishëm si erës ashtu edhe si drogë, duke u përshkruar nga mjekët për një sër gjendjesh. Susami, origjinar nga lindja e mesme, përdorej si për farat e tij ashtu edhe për vajin e tij që nga kohët e Sumerisë së lashtë dhe Egjiptit. Në mesjet, vlerësohej për shijen e tij të pasur si arr, shpesh i shtuar në bukë. Në Spanjen mesjetare, në ndikimin arab, farat e susamit shndërroheshin në një pastë të quajtur tahini e cila, e përzier me mjalt, prodhonte një ëmbëlsirë popullore. Sheqeri meriton përmendje të veçantë. Në Evropën mesjetare, ai trajtohej si një erëz. Me origjinë nga Guinea e Re, u prezantua në mes dhe nga arabët, të cilët kultivonin kallam sheqeri në Spanjë, Sicili dhe Qipro. Për shumicën e konsumatorëve, ishte një luks i spërkatur me kursim mbi pjata të ëmbla apo të kripura, ose i kombinuar me bajame dhe oriz për të krijuar pjata kreshmore luksoze. I klasifikuar si mesatarisht i nxehtë dhe i lagësht, konsiderohej superior ndaj mjaltit, i dobishëm për gjoksin, mushkëritë, veshkat, shikëzën dhe, çuditërisht, për obezitetin. Shafrani i Indis, turmeriku, bimë barishtore shumë vjeçare origjinale nga India, përdorej gjerësisht në Evropën mesjetare si alternativë ndaj shafranit, i cili ishte pafundësisht më i shtrenjtë. Roli i tij kryesor ishte si agjent ngjyrues, i aftë për të prodhuar një të verdhë të pasur dhe vibruese që imitonte tonin e artë të shafranit në pjata dhe përgatitje, duke u lejuar kuzhinierëve me burime më modeste të arrinin një pamje vizuale të ngjashme me atë të pjatave të fisnikërisë së lartë. Por si mbërrinin të gjitha këto erza në Evropë? Rrugët e erzave lidhnin skajet e Azisë Juglindore, duke kaluar përmes Indisë, Persisë, Arabisë dhe Afrikës së Veriut deri në portet e Mesdheut. Për shekuj me radhë, tregtarët arabë dominuan tregtinë ndërmjetëse duke transportuar erza përmes rrugëve detare në Oqeanin Indian dhe Gjirin Persian, ose përmes rrugëve toksore në Arabi dhe Mesopotami, deri në pikat e tregtisë në Konstantinopoj, Aleksandri, Beirut dhe Alepo. Në çdo pikë ndalimi, mblidheshin taksa dhe çdo ndërmjetës shtonte marzhin e tij. Çmimi i 1 kilogrami piper të zi mund të ishte vetëm 1 ose 2 gram argjend në Indi, por arrinte në 20 ose 30 gram në tregjet konsumatore të Evropës veriore. Dhe ishte në Venecia ku konvergjonin rrugët. Nga shekulli i 11 deri në të 15-tin, Venecia mbajti monopolin e tregtisë së erzave për Evropën perëndimore. Pozicioni i saj i privilegjuar në mesdhe, me akses në Konstantinopoj, Aleksandri dhe portet e Levantit, i bëri tregtarët venecian ndërmjetësit e padiskutueshëm midis lindjes dhe perëndimit. Pasuria e gjeneruar ishte monumentale, duke financuar pallatet e Kanalit të Madh, kishat e zbukuruara dhe artin që e bën qytetin një nga mrekullit e botës mesjetare. Tregtarët arab, nga ana e tyre, kishin gjithë interesin për të ruajtur misterin mbi origjinën reale të erzave. Nëse evropianët do ta dinin saktësisht se nga vinin ato substanca dhe si kultivoheshin, mund të përpiqeshin t'i merrnin ato drejt për drejt, duke eliminuar ndërmjetësit. Prandaj, për shekuj me radhë, qarkulluan në Evropë histori fantastike për origjinën e erzave. Piperi i zi, thuaj, rritej në pemë të ruajtura nga gjarpërinj helmues dhe duhej t'i vijej zjarri vegjetacionit rreth e rrotull për të dëbuar gjarpërinj, duke qenë se ky zjarr ishte përgjegjës për transformimin e piperit të bardhë dhe të freskët në kokra të zeza dhe të rrudhura.
Këto histori, sado fantastike të ishin, vazhduan për shekuj, të ushqyera nga mungesa pothuajse totale e kontaktit të drejtpërdrejt midis konsumatorëve evropian dhe rajoneve prodhuese. Marco Polo, udhëtari venecian që u nis drejt lindjes në fund të shekullit të 13, ishte një nga evropianët e parë që përshkroi tokat ku kultivoheshin erzat. Rrëfimi i tij është një dëshmi e obsesionit evropian dhe e ignorancës së thellë gjeografike që rrethonte origjinën e atyre produkteve. Por sistemi venecian i tregtisë së erzave nuk do të zgjaste përgjithmonë. Në vitin 1453, pushtimi i Konstantinopojës nga Perandoria Osmane e transformoi rrënjësisht skenën. Osmanët, duke kontrolluar tani një nga udhëkryqet më të rëndësishme tregtare të botës, vendosën taksa kufizuese të larta mbi të gjitha mallat e destinuara për perëndimin. Aksesi te erzat përmes rrugëve tradicionale u bë progresivisht më i shtrenjtë dhe më i vështirë. Ishte ky shtrëngim që mbolli farën e një prej transformimeve më të mëdha të historisë botërore, epoka e zbulimeve. Të penguar për të marrë erza me çmime të përballueshme përmes rrugëve tradicionale, Portugalia dhe Spanja investuan në ekspedita detare. Në vitin 1488, Bartolomeu Dias kaloi kepin e shpresës së mirë. Në vitin 1492, Kolombi, duke kërkuar një rrugë perëndimore për në Indi, gjeti një kontinent të tërë. Në vitin 1498, Vasco da Gama përfundoi rrugën detare deri në Kalikut, në Indi, duke hapur rrugën e drejtpërdrejt drejt burimeve të erzave. Nga viti 1500, Portugalia dhe më pas fuqi të tjera u përpoqën të kontrollonin jo vetëm tregtinë, por edhe territoret prodhuese. Në vitin 1511, Afonso de Albuquerque pushtoi Malakën. Prej andej, ekspeditat mbërritën në ishujt Banda, burimi i Arës Moskat, në vitin 1512. Gara për erzat ishte shndërruar në pushtim kolonial. Por duke u kthyer në tavolinën mesjetare, ka një aspekt që meriton vëmendje të veçantë, marrëdhënia midis erzave dhe ditëve të agjërimit të imponuara nga Kisha Katolike. Dieta mesjetare ishte thellësisht e formësuar nga kalendari fetar. Besimtarët ishin të detyruar të abstenonin nga mishi gjatë kreshmës, në vigjilje të festave fetare, të mërkurave dhe të premteve dhe në ditë të tjera të shumta gjatë vitit. Në këto raste, peshku bëhej ushqimi kryesor. Dhe pasi peshku klasifikohej nga teoria humorale si i ftohtë dhe i lagësht, erzat e nxehta dhe të thata, si kanella, karafili dhe piperi, bëheshin jo vetëm të dëshirueshme, por, në logjikën mjekësore të kohës, të nevojshme për të mbajtur ekuilibrin e trupit. Kështu, kërkesa për erza ishte ngushtësisht e lidhur me praktikën fetare, duke krijuar një cikël konsumi që rinovohej çdo javë dhe çdo stin liturgjike. Në farmacitë mesjetare, erzat zinin vend të rëndësishëm. Farmacistët mbanin rezerva piperi, xhenxhefili, kanele, karafili dhe are moskat, të cilat dozoheshin dhe kombinoheshin me minerale dhe produkte me origjinë shtazore për të krijuar barna. Mjekët I përshkruanin këto përgatitje për të trajtuar që nga problemet e tretjes deri te sëmundjet e frymëmarrjes dhe melankolinë. Aksesi në këto barna përcaktohej nga kushtet sociale, për të pasurit ilaçe me bazë erzash të importuara, për të varfrit barra lokale të konsideruara më pak efikase. Ekziston një mit këmbëngulës që meriton të përmendet, ideja se erzat maskonin shijen e mishit të prishur. Kjo nocion është hedhur poshtë nga historianët. Paul Fredman argumenton se mishi I freskët nuk ishte I vështirë për të gjetur për njerëzit mesatarisht të pasur. Përveç kësaj, duke pasur parasysh çmimet e erzave, përpjekja për të shpëtuar mish të dyshimt me karafil apo ar moskat do të ishte një shpërdorim absurd. Erzat përdoreshin për të rritur dhe transformuar pjatat, përveç përmbushjes së funksioneve mjekësore. Me kalimin e shekujve, tregtia e erzave formsoi gjeopolitikën botërore. Holandezët dhe anglezët krijuan kompanitë e tyre të indive lindore, duke kontrolluar pjesë të mëdha të tregtisë në Azinë juglindore. Erzat, motori I tregtisë mesjetare, u bën motori I kolonializmit evropian. Ishujt u pushtuan, popullsitë u nënshtruan dhe luftëra u bën për kontrollin e pemëve që prodhonin karafil, ar moskat dhe kanell. Me kohën, ndërsa rrugët u shumuan dhe evropianët mësuan të transplantonin erzat në rajone të tjera tropikale nën kontrollin e tyre, çmimet filluan të bien. Piperi I zi, që dikur ishte monedhë shkëmbimi dhe simbol pasurie, u bë gradualisht I aksesueshëm për shtresa gjithnjë e më të gjera të popullsisë.
Sheqeri, i cili në tavolinën mesjetare spërkatej me kursimin e atij që manovron arin, u shndërrua në përbërësin e bollshëm dhe të lirë që njohim sot. Kanela, ara, moskat, karafili, erza që dikur vlenin pasuri dhe që motivuan zbulimin e botëve të reja, sot mund të gjenden në çdo raft supermarketi për një fraksion të papërfillshëm të vlerës së tyre të dikurshme. E megjithatë, kur spërkasim kanellë mbi një ëmbëlsirë ose bluajmë piper mbi një pjatë, po përsërisim një gjest me rënje të thella. Përdorim të njëjtat substanca që kaluan oqeane, kaluan në përqindra tregtar, u peshuan në farmaci mesjetare dhe motivuan mbretërit të financonin ekspedita drejt të panjohurës. Historia e erzave në Evropën mesjetare është historia se si diçka aq e vogël sa një far mund të transformojë qytetërimet. Është historia se si dëshira për shije, për shëndet dhe për mister mund të kalojë oqeane dhe të ridizajnojë kufi. Dhe është një histori që na kujton se forcat më të fuqishme të historisë nuk janë gjithmonë ushtri. Ndonëse, ndonjëherë, janë thjesht kokra. Nëse ky udhëtim nëpër rrugët e erzave zgjoi kuriozitetin tuaj, nëse aroma e kësaj historie mbeti në ajër dhe la dëshirën për të ditur më shumë, atëherë konsideroni të regjistroheni në këtë kanal. Çdo regjistrim, çdo pëlqim, çdo koment që lini është si një kokër piperi e shtuar në pjatë, e vogël në vetvete, por thelbësore për t'i dhënë shije të tërës. Lini në komente se cili periudhë e historisë ju ma gjeps më shumë, cilën temë do të dëshironi të shihni të eksploruar në udhëtimin e ardhshëm në të kaluarën. Dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet, sepse ashtu si erzat që përshkonin botën për të arritur në destinacionin e duhur, videot tona të ardhshme do të vinë drejt për drejt te ju, pa ndërmjetës dhe pa vonesa. Deri në udhëtimin e ardhshëm.